Për shkak të dyshimit të bazuar për vepër të kryer penale, keqpërdorimi i detyrës zyrtare, stacioni policor i Kërqovës ka ngritur kallëzim penal kundër ZD 52 vjeç dhe DR 59 vjeç, që të dy nga detova, na njofton nga sektori i punëve të brendshme Ohor. Të dyshuari gjatë vitit 2010 në detyrë si mbikëqyrës inxhinier të një objekti në ndërtim për rezervuar me lënë djegëse dhe rezervuar të gazit, të lëngët në Kotlovinca të Kërqovës kanë përgatitur raport për pranim teknik të objektit të përfunduar, me të cilin kanë vërtetuar se rezervuarët me lënë djegëse janë lidhur mes veti dhe se janë të kyçur pajisjet e nevojshme elektrike, dhe se objekti është realizuar në bazë të lejes së lëshuar nga Komuna e Kërqovës në vitin 2010. Të paditurit kanë dhënë leje që objekti të lëshohet në përdorim, edhe pse e kanë ditur se i njëjti nuk i plotson as kushtet minimale për punë, sepse rezervuarët për lënë djegëse nuk kanë qenë mes veti të lidhur dhe nuk kanë qenë funksional. E gjithë kjo më vonë është konstatuar nga grupi i punës i formuar nga Komisioni Rregullator i Energjetikës në Republikën e Maqedonisë. Në këtë mënyrë të dyshuarit i kanë mundësuar personit juridik ndërmarrjes së Igor Export Import nga Kërqova, i cili është shfrytëzuesi i objektit në Kotlovinca, me që rast i është mundësuar marrja e licencës për tregtime naftë dhe derivate të naftës. Me këtë, nga marrja e licencës prej periudhës 28 mars 2011 deri në periudhën 2 tetor 2014, personi juridik i ndërmarrjes së Igor Kërqov, i cili është shfrytëzuesi i objektit në fjalë, duke realizuar këtë veprimtari, ka përfituar një shumë prej 3.3.733.531 denar, njofton zëdhënësi i sektorit të punëve të brendshme Ohër Stefan Dimoski.